Sot është momenti më i vështirë në këtë skenë, sepse sot do duhet të ndahem me piranjat. Po ndahem me nostalgji nga një punë, nga një program, nga një mision, jo emision, që unë e dua shumë dhe që ndjej pjesë të trupit tim. Por po ndahem për diçka edhe më të madhe. Kanë qenë 3 vite që më kanë rritur shumë si artist, si njeri, dhe për 3 vjet në këtë familjen tonë të vogël, ne kemi denoncuar jo vetëm korrupsionin e abuzimin, por kemi ekspozuar edhe brishtësinë e shoqërisë shqiptare, plot me plagë shoqërore, morale dhe emocionale. Për mua humori nuk ka qenë thjesht argëtim, por një mjekim që zbut dëshpërimi, dhimbjen e njerëzve, e kam përdorur humorin edhe si mjet për të hapur syt, për të parë të keqin që na rrethon e për ta vënë pushtetin para përgjegjësisë. Këto vite kam prekur gjithë Shqipërinë, jam takuar me mijëra njerëz, me halle të mëdha dhe të vogla. E kam dëgjuar prej tyre që duhet ndryshim, që diçka duhet të ndryshojë. Por ka kuptuar që janë të humbur, dhe shumica nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë si bëhet ky ndryshimi. Puna është si ndodh ndryshimi. Unë e kam menduar gjatë dhe bëhet kështu, duke hedhur një hap. Ndryshimi vjen kur dikush bën një hap. A flas për ndryshim? A themi kush do ndryshoj këtë vend? Unë e bëra hapin tim. Pas me do vi një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër. Le të bëjmë 2, 3, 10, 100, 1000, 100.000, derisa të gjithë të bëjmë një hap për ndryshim. Këtë vendim unë nuk e mora i vetëm. E mora bashkë me familjen, sepse unë, familja ime, fëmijët e mi, miqt, kolegët e mi, vuajmë të njëjtat gjëra si ti. Trafikun, mungesën e parkimeve, ajrin e ndotur, mungesën e hapësirave të gjelbra, çerdhet, shkolla dinjitoze, fusha sportive, salla teatri dhe qendra kulturore. Vendosa të kandidoj për ndryshuar Tiranën për ta bërë më të mirë për ju, për ne, për të gjithë bashkë. Unë nuk po kandidoj si politikan, po kandidoj si një qytetar, si ti, si njëri prej jush. Tani është koha për të thënë boll. Koha për ndërtuar një gjë të re, sepse ne mund ta marrim të qytetet ta bëjmë më të mirë, jo me dhunë, jo me mlef, as me duf, por me votë, edhe me buzëqeshje. Unë po iki nga piranjat, por me ju do shihemi çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, dhe pastaj do shihemi në bashki.